Përshëndetje dhe nga studiot e ABC News e radhe në takimin tonë përjafshëm të sondazhit të ABC News Zëri i Shqiptarëve. Sigurisht, ngjarja e cila dominoi temi fundin e javës kaluar, pra ishte vendimi apo mos vendimi i gjykatës kushtetuese lidhur me padinë e kryeministrit kundër pezullimit të zëvendës kryeministrit pra numri 2 të qeverisë. Një ngjarje e cila vazhdon të folëm sot me ekspertë dhe me kolegët e mi, sigurisht një debat i cili ka përfshirë shqiptarët. Një debat i cili ka qenë edhe në fokusin e sondazhit tonë, pra lidhur me ato që ndodhi prej në gjykatën kushtetuese dhe opinioni i mbi 1200 shqiptarëve, sigurisht dhe si gjithmonë përgatitur nga Eduard Zalosha. Mbrëma Zalosha, faleminderit që jemi me ne sonde së bashku me shoqërinë e Roland Lamit dhe Roland Bekos, mbrëma të dyve. Atëherë, një për ta nisur me ty, sondazhi i cili si ishte përgjigjja e njerëzve, pra kishte pjesëmarrje? Ishte mbi mesatare, pra hynte sondazhet ku kishte interes të madh, 1238 e plotësuan. Gjëja që më ra në sy ishte edhe kjo që pothuajse 3 çeregu e plotësuan që orën e parë. Pra reagimi ishte më njerëz. Që kur i shpërndam pra linkun e plotësorit me SMS-n për gjithë territorin e Shqipërisë, 3 çeregu i atyre që e plotësuan që orën e parë. Kuptohet, kjo është një çështje që zjen prej disa kohë, se mos harrojmë që kjo ka filluar që 2 muaj. Po, pra, dhe që kur filloi që a do ta shqyrtonte gjykata kushtetuese apo jo, dhe pastaj ka vazhduar, janë bërë disa mbledhje dhe pra dhe pritshmëria e publikut ka qenë e madhe që si do zgjidhet kjo çështje. Dhe vetë fakti që kjo çështje nuk u zgjidh juridikisht, sepse rezultati që 4-4, nuk e kuptoj rregullin tamam, po i bie se jo 4-4, po me gol në fushë kundërshtar. Jo, po vetëm në Shqipëri ndodh që një vendim gjykate del barazim. Zakonisht gjykata jep një vendim, ai që të jetë nuk ka rëndësi. Qartë. Edhe kur ka barazim, edhe kur ka barazim ndërhyn kryetari i asaj gjykate. Dhe kështu ka qenë. Dhe që kush jep një gjysmë votë plus. Kështu ka qenë, pastaj nuk e di që pas ka ndryshuar. Atë e thashtë edhe më herët në emision Beko që t'i qaj me lot gjykatësit e drejtësisë vjetër, pasi për 33 muaj Vitore Tusha e ka mbajtur tek punë në këmbë gjykatën kushtetuese. Tek punë në këmbë, e ka mbajtur funksionale. Ndërkohë që ajo që ndodhet ditën e premte besoj që ka habitur shumë vetë, fund fare nuk duket sikur ka kënaqur askush përveç ndonjërit që Ky vendimi se s'pash edhe opozitën shumë të lumtur me. Ky vendimi, mosmarrjesë së vendimit na tregon një gjendje reptile të gjykatës kushtetuese. Edhe siç e thatë ju, s'ka qenë vendosur ndonjëherë në këtë lloj situate. Të paktën mirë apo keq ka qenë dikush atje që merrte vendime dhe pastaj fillonin secila pas sipas. Dhe duhet thënë që në shumicën pothuajse absolute të rasteve vendimet e tyre dhe atyre që s'u kanë pëlqyer, po pra. Temi kanë pranuar se kanë thënë që okay. Po fillonte një debat nisur mbi argumentat mirë apo keq, drejt apo gabim, por të paktën hapi një debat i tillë dhe ata që ishin më profesionistët jepnin një mendim të tillë që edhe ne të tjerë rrinin i dëgjonim dhe pastaj pranonin vendimin që merrte gjykata. Por kjo gjendje hap një precedent shumë të rrezikshëm për gjykatën shqiptare dhe vura re, domethënë edhe opinionistë të kualifikuar në këtë fushë, të cilët pavarësisht bindjeve të tyre dhe qëndrimeve të tyre politike, gjithse kush e ka një mantel politik, se një ditë njeriu është kafshë politike në fund. Pashi gjykimi i tyre ishte shumë i drejtë, ishte i paanshëm dhe të gjitha kritikonin sepse të përfitosh nga rasti, duke qenë se nuk e jem me numër tek dhe të bësh një zgjidhje malinje për të dalë me një numër, duke ndarë gati në mënyrë vëllazërore. Me që ne jemi 8, po e lejmë 4 me 4. Të shkosh në një stadium ku rezultati është i parathënë dhe ekipet bëjnë sikur ndeshen, sikur zihen, sikur vriten dhe në fund dihet rezultati. Sakt. Lami, si e lexove? Ka të shtuar shumë vendimarrja e gjykatës kushtetuese dhe unë shkruajta edhe një shkrim timin për shkak se idejimi gjykatave kushtetuese në vende si ne, ku institucionet janë të brishta, kanë pasur funksionin që të luajnë rolin rregullator dhe balancues mes pushteteve. Dhe në vende si ne, ku institucionet janë këto që janë dhe përplasjet mes pushteteve janë jo pak të rralla,
e bën të nevojshme që Gjykata Kushtetuese të ruajë dhe të mbajë një lloj stabiliteti kushtetues. Edhe ankimimi që u bën nga ana e ekzekutivit, për te pretendimeve që ndrojnë apo jo, ishin nën qëllimin që Gjykata Kushtetuese të na sqaronte një precedent i cili do t'i hapte rrugë precedentëve të mëvonshëm apo do të stoponte aty. E hapi fakt precedent e hapi, po nuk e di më është mirë apo jo. Dhe ne sot nuk kemi gjendje të themi që a hap kjo rrugë për precedent të tjerë në të ardhmen dhe a dha një kontribut Gjykata Kushtetuese për të na e sqaruar këtë pozicion, secila nga pushtetet kishte të drejtë? Përgjigjja jote? Sigurisht që jo. Pra Gjykata Kushtetuese nuk luajti funksionin me të cilin ajo mbahet dhe për cilin është krijuar. Pra Gjykata Kushtetuese për opinionin publik duhet na ndihmojë dhe ka të vetmi rol legjitim dhe askush tjetër nuk e ka, kur pushtetet janë përplasje me njëri tjetrin, të sqarojë cila nga palët ka të drejtë. Gjykata Kushtetuese nuk na shpjegoi dhe nuk na sqaroi se cila ka të drejtë. Kjo është një precedent i rrezikshëm për funksionalitetin e balancave mes pushteteve. Ku Gjykata Kushtetuese në vend ta sqaronte, hodhi benzinë më shumë zjarrit. Por çfarë mendojnë shqiptarët? Rikthehemi sondazhit, pasi pyetja e parë e sondazhit lidhet pikërisht me për këtë. Një sondazh që është kryer, si u thash, nga Zaloshnja, me link pyetësor që është dërguar shumë shqiptarëve, duke ruajtur raportet gjinore, raportet shoqërore, raportet urbane apo rurale, raportet e edukimit dhe sigurisht me një marrë zgabimi prej 2.7%. Shkojmë tek pyetja e parë. Kushtetuesja nuk mori një vendim, por teknikisht rrëzoi pa dijen e kryeministit në gjykatë. Mendoni se ky qëndrim është i drejtë, se është një atentat ndaj kushtetutës, se ju bë shantazh në një antare të gjykatës kushtetuese? Shikoni, 48.5% thonë që ajo që bëri gjykata kushtetuese ishte diçka e drejtë. Ndërkohë që mbi 51% po të ndarë në dy përgjigje, njëra më e ashpër, 16.4% e quajnë deri atentat ndaj kustetutës, dhe ndërkohë 35.1%, e kjo është shumë interesante, ju bë shantazh në një antari të gjykatës kushtetuese. Pa hyrë tek këto dy tjerat, po kjo pjesa këtu, pra që ju bë shantazh një antar i gjykatës kushtetuese, tregon ato që unë e thash edhe në editorialin tim gjatë emisionit Real Story, se po është e qartë se ajo, siç e tha dhe Beko, ishte një ndeshje me rezultat të paracaktuar. Megjithatë, Zaloshnja, opinioni duket që është i ndarë. Opinioni është i ndarë dhe në fakt këtu kemi një ndarje shumë politike, me thënë drejtën, po të shohim ata që janë përgjigjur e drejtë, janë o njerëz që kanë votuar për parti opozitare, o njerëz që nuk kanë votuar fare. Dhe mos harrojmë se të këta që nuk kanë votuar fare, janë nga 250.000 që votuan në vitin 21 për partit opozitare dhe këtë vit e bojkotuan zgjedhjet, nuk dorën, pra se patën një 250.000 thiro në votat të djathtë, e opozitës në përgjithësi. Pra, ke kjo pjesa e drejtë, duket që ata nuk e kanë vrarë mendjen shumë, si thua, që të argumentojnë ato që mendojnë, po thjesht vetëm nga që janë kundërshtarë të qeverisë, me njëherë kundërshtarë të kryeministit, se është përmendur dhe kryeministi, ata me njëherë kanë klikuar e drejtë. Ndërsa këtu tek pjesa që nuk janë dakord me këtë veprim të gjykatës kushtetuese, shumica dërmuese kuptohet që janë votues të Partisë Socialiste, po ka dhe disa tjerë, po dominojnë të Partisë Socialiste. Lidhje me këtë opsionin, shantazh ndaj një antari të gjykatës kushtetuese. Tani, kjo çështje ka qenë kaq shumë në fokusin e opinionit publik, sa njerëzit e mësuan që kur u pranuesi për të shqyrtuar, vendimi ishte 5-3. Dhe tani, mbas një muaji që... Qa ndodhi me këta antarin që ndryshoi mendje? Se pikërisht pa, është një antar i cili e quajti normale dhe të drejtë që të shqyrtojë si çështje, dhe pastaj kur e shqyrtoi, e quajti të padrejtë. Dhe kjo tregon fallin. Dhe këtu... Dhe kjo tregon se sa koshient janë shumica e shqiptarëve se çfarë ka ndodhur. Pavarësisht se ne nuk kemi pyetur jurist, kemi pyetur shqiptar nga të gjitha fushat të jetës, të rinj, të vjetër,
Në gjatë edhe njerë, tek 48.5% thoni janë kryesisht mbështetës opozitës, por dhe njerëz që nuk kanë votuar. Po, aty, pra, dhe si që thash, tek njerëzit që nuk kanë votuar, shumica dërmuese, janë njerëz të cilët para 4 vjetësh votuan për partitë, janë 250.000, sa gjysma, sa mori PD-ja me LSI-në gjitha bashkë tani, gjysma, 250.000 janë njerëz të cilët votuan para 4 vjetësh për këto parti dhe nuk votuan. Pra, kemi një, ai sektori djathtas aty, me të vërtet mund të thuash që janë të djathtë që votuan dhe të djathtë që nuk votuan fare në zgjedhjen 11 maj. Ose njerëz që mund të jenë të majtë që s'kan votuar në zgjedhje, nuk e di. Janë njerëz që nuk ka shep dot identitetin politik, por ta kohë nuk përfaqësohen. Po që shumica dërmuese duhet të jenë aty. Që duhet të jenë aty. Lami, flasim tek ana tjetër, pra tek mbi 51% cilët kanë qenë jo vetëm janë kundër, po i kanë qenë dakord me një gjykim shumë të fortë, sepse unë mendoj që pyetjet që ne kemi bërë janë dhe provokative. Sigurisht, mund të ketë nga ata që ndoshta nuk janë dashur të përgjigjen, as nuk e kanë parë veten këtu dhe kanë kaluar tek pjesa tjetër. Por ama mbi 51% që kanë një gjykim shumë të fortë ndaj gjykatës kushtetuese. Ne bim dakord që çështjet që lidhen me gjykatën kushtetuese kërkojnë një mendim të rafinuar, që kryesisht është pak çështje elitare, nuk është çështje mase, por masa ka vlerë për të testuar perceptimin që kanë ata mbi legitimitetin e institucionit dhe besueshmërinë mbi vendimet që merr institucioni. Dhe në këtë rast, masa që kalon 50% tregon një shkallë të lartë mosbesimi që ka një masë e konsiderueshme e njerëzve në lidhje me legitimitetin që ka ky institucion. Ku përfshin pjesën e antikushtetueshmërisë, që e lidhe me pjesën e atentatit, pra 16%, por edhe me pjesën e presionit. Të cilët tregon që informacionet, media, perceptimet krijojnë një ide të caktuar për çështjen. Dhe unë mendoj që është një dhënë domethënëse për të kuptuar se sa kredibilitet ka krijuar ky institucion. Pikërisht nëpërmjet kësaj të dhëne që e merr nga sondazhi. Por s'mund të themi që opinioni i sondazhit është një opinion i cili shikon përputhshmërinë e vendimit me parimet kushtetuese apo me parimet e së drejtës. Bego, Rama paralajmëroi sot ndryshime, fillimisht në kodin e procedurës penale, por kam përshtypjen që gjëja edhe mund zgjerohet më shumë. Kisha Skënderin këtu në emision pak më herët, i cili tha Rama fleta, po ndërkohë flet nga një zyrë që është zyra kryeministrit. Dhe Rama tha, është too little too late, thuhet në anglisht. Çik pak dhe i çik vonë se sa duhet. Por ama, a tregon ky opinion që ne shohim këtu se shumica shqiptarëve nuk janë dhe shumë të kënaqur me ose nuk temi pritshmëritë e tyre nuk janë kënaqur, nuk janë plotësuar nga reforma drejtësi. Kujtoj që reforma drejtësi zëvendësimi i parë ka ndodhur në gjykatën kushtetuese, që për mua me thënë vërtetën ka qenë i padrejtë, pasi unë mendoj që gjykata kushtetuese ka qenë institucioni më serioz i drejtësisë vjetër. Drejtësia e re kur u krijua që të marrë vendime në radhë të parë. E drejtë. Dhe në radhë të dytë këto vendime duhet të jenë të drejta. Do të thënë këto vendime ku duhet të jenë të drejta në formë të tillë që ky vendim quhet i drejtë në momentin kur gjykata superiore, pra ajo që është një shkallë më lart, nuk e rrezon vendimin e poshtë. Ne nuk kemi ne ata që vendosim një vendim është i drejtë apo s'është i drejtë, secili, do të thënë, e interpreton si doja dhe sipas interesit vet. Por ajo që na i vërteton nëse është i drejtë apo s'është i drejtë është gjykata superiore. Në rastin konkret, ky sondazh, se ne kemi bërë sondazhe të tjera për drejtësinë, sidomos për drejtësinë e re, kanë dalë më me diferencë qëndrimet, duhet. Kanë dalë në fillim me dilin 70, pastaj era në 49, por fut këtu grid mund ta interpretonim që prap shumica ishte në favor pro drejtësisë së re, ndërsa sot ne shohim një rezultat të përmbysur dhe prandaj them që bëri një dëm të madh gjykata kushtetuese me këtë vendim racional që mori. Racional në thojë. Pse racional? Nuk i lejohet një gjykatë të marrë vendim racional. Gjykata duhet marrë një vendim në bazë të ligjeve dhe në bazë të kushteve, pra duhet të shprehet. Krijimi një vendimi racional në formë tillë që po të marrë këtë vendim nga njëra palë lexohet kështu
dhe nga pala tjetër, lexoj gjitha palët do dalin të kënaqura. Nuk është racional, vendim kompromisi. Vendim kompromisi për një kompromis racional për interesin e tyre personal. Do të thënë, për të mos e futur në një barë përgjegjësie për atë që do të prodhonin, sepse duhet ta pranojmë faktin që kanë qenë gjykata kushtetuese, se gjitha gjykatat shqiptare janë gjithmonë në presion. Po ato prandaj janë krijuar që të mbajnë presionin. Kjo ideja që janë në presion është argument, jo argument. Da janë krijuar që të mbajnë presionin, nuk janë krijuar që të po se mbajnë presionin, iku ajo toska dha dorë që nuk e mbajnë presionin iku. Këta treguan që nuk e mbajnë dot presionin. Jo vetëm që se mbajnë, po e pranuan presionin. Dakor. Sepse është ajo që thotë Zaloshnja, nga 5-3 i shko 4-4, ç'a ndodhi rrugës. Ajo që më intrigon mua në këtë tabelë është do të thënë është qëndrimi ju bë shantazh ndonjërit nga anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe ata që mendojnë që është bë shantazh janë 35.1%. Kjo do të thotë që është një indicie shumë e mirë e strukturave të tjera të shtetit shqiptar, të cilat duhet fillojnë hetimin dhe të shikojnë për çfarë arsye janë ndëruar qëndrimet, sepse shantazhi nëse është bërë tek ai që ka ndëruar qëndrim. Publikisht shantazh vetëm njëri bën, ti e di. Po shiko, me emër dhe me mbiemër. Shiko, forcat të cilat bëjnë shantazh, do të thënë faktorët të cilët bëjnë shantazh në Shqipëri nuk janë vetëm politika. S'janë vetëm faktorët politik. Kemi dhe faktorët përtej politikës që bashkëpunojnë me politikën, ekstra politik, ose ekstra shoqërore, themi. Që me krimin e organizuar, që me krimin ordiner, por duhet për saksi faktesh, nuk po flas për pastaj gjykimin bëheni ju, po duhet të thënë që sidomos se çështja e Skajën Kroçatit, u fol që përgjimi ishin bërë përgjime edhe nga institucionet e hetimore, jo, e tona. Tona, pra le të themi presioni mund të dharë nga qytetarët, pastaj e mban se mbante presionin është diskutim tjetër që vlen. E ka për detyrë ta mbajë presionin, nëse se mban presionin duhet ikë, Lame. Pyetja që ne shtrojmë këtu është kjo, që kjo vendimarrje, gjykata kushtetuese, e ka rritur kredibilitetin në perceptimin e opinionit publik apo jo? Përgjigjja është 51% e njerëzve mendojnë ose gjykata kushtetuese është shprehur në kundërshtim me kushtetutën, që është rreth 16%, ose njëri nga anëtarët e gjykatës kushtetuese ka hëngrë presionin. Pra, nuk ka marrë një vendim referuar ligjit, por ka marrë një vendim referuar interesave apo problemeve të tij personale. Në thelb, pra perceptimi i publikut për gjykatën kushtetuese me këtë vendimarrje është thelluar dhe më shumë në përkesimin ndaj besueshmërisë që ka ky institucion. Po ndaj reformës drejtësi. Kjo është konkluzioni. Kur ndjejmë ndaj gjykatës kushtetuese që është maja e drejtësisë, imagjino se çfarë ndodh me vetë reformën e drejtësisë, e cila premtoi për të na dhënë një institucion të paanshëm, një institucion kredibël, një institucion i cili ka fuqinë të marrë vendime, por ne kemi parë institucion më të lartë të drejtësisë që është gjykata kushtetuese, jo këtë rast. Ne kemi theksuar këtu në këtë studio edhe 3 raste të tjera, gjykata kushtetuese ose nuk ka marrë vendim duke e transportuar problemin tek Komisioni i Venecijës, ose ka marrë një vendim që s'ka qenë vendim, ose ka marrë një vendim i cili ka qenë i diskutueshëm në rastin e zotit Berisha, zonja Gjatshka, shtohet dhe rasti i fundit, pra gjitha këto nxjerrin në pa problematike që ka gjykata kushtetuese, e cila është maja e piramidës së drejtësisë dhe kjo lidhet dhe me frutët që po jep reforma drejtësisë. Me cilën lidhet dhe pyetja e tretë, po do shkojmë fillimisht tek pyetja e dytë. Çka ndodhi të premten gjykatën kushtetuese? Tregon dështimin e reformës drejtësi, ndikimet e presionit Sali Berishës funksionon akoma, shumica bëri reformën, ka të drejtë ta korrigjojë atë. Tani, kjo Zaloshnja t'jep një opinion qartë se ç'a mendojnë shqiptarët për reformën. Është mendimi i përgjithshëm. Opinioni shqiptarëve. Pra, 90.5% thonë që ajo që ka ndodhi të premten në gjykatën kushtetuese tregoi dështimin e reformës drejtësi. 37.2%, pra që është grupi i dytë, thonë që shumica bëri reformën, ka drejtë e ta korrigjojë. Ndërkohë shikoni sa e madhe është përqindja e njerëzve në Shqipëri që mendojnë që ndikimit e presionit Sali Berishës funksionon akoma. 43.3%. Zaloshnja. Edhe këtu kemi ndarje politike, në fakt, sepse kur pyet për reformën, po të pyesësh për gjykatën kushtetuese ose për SPAK-un, sidomos, Berisha i shan nga mëngjesi deri në darkë, çdo ditë. Kështu që mos prit që votuesit e Berishës thonë që ka funksionuar reforma. Pra kjo bluja tregon në ndarjen politike, thonë. Pra ata janë
po thuaj se të gjithë janë njerëz të cilët në 11 maj votuan për PD. Pra dhe aty janë tek ai sinori tyre. Ndërsa shumica dërmuese e këtyre që mendojnë që Berisha akoma i intimidon gjykatësit, i intimidon prokurorët, janë votues socialistë dhe janë 43.3%. Ndërsa të pjesa tjetër pastaj janë njerëz që ose s'kan votuar dhe që kjo pyetje nuk është si pyetja e parë ishte për të ndarë shapin nga sheqeri. Me fjalë, për këtë vendim ç'a mendoni? Për këtë mos vendim më mirë. Kurse këtu ne po i kërkojmë një opinion për të përgjithshëm. Dhe ata njerëz që janë aty te pjesa e tretë, që thonë që shumica bërë reformën ka drejt ta korrigjoj, nuk janë partizan, janë njerëz ose s'kan votuar fare, ose që kanë votuar për partitë vogla, dhe që janë treguar racional në këtë kuptim që, ky vendim kështu 4-4 nuk shkon. Duhet bërë diçka, duhet gjetur një mënyrë si të korrigjohet dhe ajo i ka numrat, mazhoranca i ka numrat dhe mund ta korrigjojë. Unë mendoj që politika në fakt mori atë që ka meritonte për shkak të qëndrimeve të saj, jo vetëm të sotmet, por edhe në të shkuarën e vetë, ndaj drejtësisë në tërësi dhe pastaj ndaj reformës në drejtësi në veçanti, tani në kohë, le të themi vite e fundit, po sidomos dhe kohët e fundit në afat shkurtër, në të shkuarën jo të largët. Pse e them këtë? Sepse për të qenë të vërtet, si nga ana e Berishës, e opozitës, përfaqësuar nga Berisha, se pjesa tjetër ka qenë indiferente në këtë pjesë, ose ka inkurajuar me të drejtë gjykatën kushtetuese të mirëte një vendim të drejtë, por ama ta kishte një vendim, ashtu dhe nga ana e zotit Rama ka pasur presion mbi gjykatën kushtetuese, dikush hapur, dikush më kamufluar e pastaj me radhë. Ashtu siç edhe u gëzuan njëra palë dhe pala tjetër u mërzit. Nga efektet që prodhoi kjo mosmarrje e vendimit. Tani, dështimi i reformës në drejtësi, që është 19.5, na tregon që ende shqiptarët janë aq bujar sa që mos ngatrojnë gjykatën kushtetuese me reformën në drejtësi. Sepse po e shprehen që vazhdojnë ende të besojnë dhe vazhdojnë të japin shpresë. Dhe kjo ndisë edhe nga gjendja njerëzore. Njeriu në vetvete mundohet që shpresën të mos e vrasë. Mendon që kjo pasirohet më mirë te kjo ngjyra portokalli që thotë jo, portokallia që thotë. Po, ajo është pjesa më racionale dhe pranon që ka nevojë që drejtësia ka nevojë për korrigjime. Pra nuk e hedh poshtë, nuk e përjashton faktin që ka nevojë për korrigjime, sepse u bë jo vetëm te gjykata kushtetuese, po dhe kemi dhe përplasje të tjera institucionale midis SPAK-ut, gjykatave të tjera, prokurorisë së thjeshtë, prokurorisë përgjithshme e tjerë. Ka pasur përplasje midis SPAK-ut dhe BKH-s, edhe ato kanë pasur situata me ekzekutimin. Që është normale për shkak se është janë produkte të reja. Demokracia pa këto përplasje nuk mund të funksionojë, sepse tek e fundi luftë territore është kjo punë, secili pushtet do t'i marrë territor nga pushteti tjetër. Por ama jo deri aty sa të na fusin në krizat të ndryshme, domethënë si institucionale në raport me institucion me institucion, që jo vetëm brenda të njëjtës, le të themi, të njëjtit pushtet, por edhe me pushtete të tjera. Tani, vim pak të korrigjimi, me që nëse bëtë pyetje më parë... Vetëm me lejën tënde, do doja ta konsumonim pak me Lame, edhe këtu. Kjo është shumë interesante, Lame. Pra ndikimet e presionit Sali Berishës funksionon akoma. Është i egzageruar, themun. Është i egzageruar dhe nuk e di burime nga vjen ky perceptim, sepse sigurisht publiku shpreh atë çfarë dëgjon, beson, gjykon. Edhe jo në pak rast e krijon këtë perceptim edhe si pasojë bombardimi që media sugjeron apo jep. Dhe në këtë kuptim, pavarësisht se çfarë rezervash mund të kemi ne, se qëndron e vërteta, perceptimi publik është fakt politik dhe ne mund ta marrim ashtu siç është. Por ta pretendosh të gjë, mendoj që është një gjë e tepruar në kuptimin e forcës dhe fuqisë që ka zoti Berisha për ndikuar në sistemin e drejtësisë. Së pari, së dyti, sepse nëse do ishte me kaq ndikim, është ndërkohë ne jemi këtu dhe kemi diskutuar në studio, është i vetmi i cili ka atakuar reformën e drejtësisë. Po vetëm ka një gjë. Dakor. Pra personi që e godet ditë natë reformën e drejtësisë e kontrollon atë reformën e drejtësisë. Por ka një gjë. Pra kjo në kuptimin e perceptimit publik është një gjë për ta gjykuar. Po ka një gjë. Ndoshta të vjen kjo edhe për shkak të faktit që drejtësia nguron të ruajë një standard për të gjithë personat të cilët i merren hetim. Pra, bile kemi një lajm fundit, nuk e di nëse regjia e ka gati, që
Edison Memolla, që është kryetari i Bashkisë Rogozhinës, i cili u dënua sot me në formë prerë nga gjykata e apelit, sapo është paraqitur në policinë e Rogozhinës, ku është vetë dorëzuar për shkak se tashmë ai duhet bëjë 1 vit burg, për shkak se u gjet fajtor, sepse i pas ka thënë dikujt e Oshreja, mos ja hiq dritat Rolandit se kemi hallë zgjedhjeve. Dhe për këtë, ai sot po bën 1 vit burg. Ka shkuar, është vetë dorëzuar, etj. Ndërkohë, po sot bëhet një tjetër proces, ai për Partizanin, ku prokurorja shahet me libër shtëpie brenda seancës. Gjykatësia mezi e këshillon të pandehurin që është dhe dhëndri i shefit opozitës dhe i thotë të lutem mos e shtaja ashtu prokurorën. Pra, kur vjen ky moment, pastaj njerëzit thonë po mirë, dalim ke njëjti person, te zoti Maltezi, i cili është i vetmi person të cilit i është lehtësuar masa e sigurisë në apel. Askujt tjetër nuk është përkundër ndonjëherë edhe i është rënduar. Pra, kur njerëzit e shikojnë këto gjëra, njerëzit ti ku e pasojnë perceptimin, e pasojnë te fakti. Ne bëjmë sondazh. Atëherë në këtë rast, e thonë mund mos jetë kështu, po si nëse është kështu atëherë si ka mundësi gjykatë kushtetuese zoti Berisha apo i fiton gjitha pa ditë dhe kundërshtarët e tij humbasin gjitha, dhe mos harrojmë kundërshtarët e tij janë mazhorancë, pra pushteti politik duhet të jetë pushtet politik. Fakti që ju rënditët, që janë fakte që i njeh dhe opinioni publik, nuk janë perceptime personale, po ti bashkosh krijon mozaikun që zoti Berisha është një person i cili ende ushtron autoritetin, fuqinë dhe lidhjet e tij, të cilat lidhen edhe me faktin që ka 34 vite në politik. Por kjo nuk krijon premisën që zoti Berisha ka këtë fuqi dhe kontrollon gjithë sistemin e drejtësisë. Pra të ndajmë pjesën e interesave të tij. Dhe presion. Se është vetëm që bëri presion ndaj gjykatës kushtetuese, hapur s'pak. Patjetër. Pra është të ndajmë, unë mendoj, të ndajmë çështjen e fuqisë që ka zoti Berisha për të shfrytzuar atë çfarë ai ka mbjellë në 34 vite për llogarit e tij familjare dhe personale, dhe me fuqinë që ai mund të ketë për ta kontrolluar gjithë reformën drejtësisë që në realitet nuk është fakt kështu. Ta shikojmë, doja të thoya diçka mbi korrigjimin. Natyrisht, kryeministri me majorancën ka drejtë të marrë çdo lloj iniciative, se tek e fundit prandaj janë votuar, ka shumicën, i plotson numrat dhe është i lirë që ta marrë këtë iniciativë. Çështja është që reforma në drejtësi në Shqipëri, pavarësisht se kryeministri del dhe thotë që kam bërë unë reformën në drejtësi, jemi gjithë koshient dhe të vetëdijshëm që nuk është vetëm ai aktori i një sovran dhe i pavarur, domethënë për reformën në drejtësi. Në Shqipëri duhet të thënë në faktorët shqiptar. Po pra, në faktorët shqiptar, ndërkombëtar, sigurisht që patjetër votat e opozitës i mori, domethënë. Ja, i morën ndërkombëtar, si mori Rama. Por, patjetër, prandaj them që faktori ndërkombëtar është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm te reforma në drejtësi. Dhe si Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu dhe Bashkimi Evropian. Dhe nuk e di pastaj se sa dorë të lirë do të ketë kryeministri për iniciativat që kanë ndërmend të ndërmarrë dhe për ato ndryshime që premtoi sot, se sot u fut në terma konkret, kur premtuan ndryshimet. Ne 242 kodë procedurës penale etj. Po tha, sidomos ka varianti që thotë do t'i bëj këto pas një okay. Mirë, a mund ta shtrojmë pak çështje ndryshe se zoti Beko ka drejtë që legislativi ka të drejtë i iniciuar nga ekzekutivi për të ndryshuar apo korrigjuar një reformë caktuar, kjo është një gjë e sankcionuar në kushtetutë dhe s'mund t'ja heqësh këtë të drejtë askujt. Së dytja mund të lejohet që reforma në drejtësi apo korrigjimet në lidhje me sistemin e drejtësisë ti mund t'i lehet legislativit duke anashkaluar faktorë ndërkombëtar të cilët kanë qenë iniciatorë dhe financues të kësaj reforme, unë gjykoj që është e pamundur të ndodhë. Se vetë palët e interesuar nuk mund ta lejojë që të ndodhë kjo gjë e tjetër. Dhe e treta, ne jemi në kushtet ku mund të jemi në rrethana që kemi nevojë për të bërë një korrigjim të reformës drejtësisë, sepse ka kaluar 10 vite dhe shumë gjëra duhen rregulluar. Ndoshta edhe kjo çështje që ne po diskutojmë sot në lidhje me kush e ka kompetencën për të shkarkuar ose jo një ministër apo jo. Po, jo vetëm sepse në këtë kuptim shpjegote Bleter Vishi, i cili ne kisha program, unë mendoj
është i pari që ka kapur krizën e gjykatës kushtetuese në kohën që ishte këshilltari i presidentit Meta, kur kapi faullin e famshëm të Voranit me afatet e tjerë, dhe besoj gjithçka që apo ndodh në gjykatën kushtetuese ka origjinë tek ajo mënyrë e gabuar se si ajo formulë nisi të zbatohej për çështjen e afateve. Po Bleter Viçi tani që është shumë interesante. Në 2012 kur janë bërë korrigjimet për çështjen e imunitetit, atëherë që u tha që temi çështja e imunitetit u tkur, nuk u hoq, po u tkur, u kufizua shumë. U kufizua, por ama në kushtetutë, ajo që ndodhi në kushtetutë nuk u reflektuat në kodin e procedurës penale. Pra themi janë bërë ndryshime, cilat ndoshta edhe pa, domethënë jo me dashje, po pa dashje janë lënë të pa korrigjuara, janë lënë vojt, janë lënë të pa plotësuara dhe normalisht lind nevoja që to të plotësohen, ndërkohë që janë qartësisht të shkruar në kushtetutë. Thjesht nuk e reflektuar në ligj, po në zbatim, pra në ligjin e kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Në këto kushte them, patjetër që është e drejta e ekzekutivit duke vënë lëvizje legislativin, i cili ai e ka mekanizmin të bëhet korrigjimet e nevojshme, sigurisht pa anashkaluar faktorin ndërkombëtar, që unë do të thoja, edhe sikur të ketë vullnet aktori politik ta bëjë një gjë të tillë, është vetë faktori ndërkombëtar që nuk e lejon sepse ka investuar në burime humane dhe para financiare dhe në PR që kjo reformë të jetë dhe të ketë vullën e tyre. Kështu që nuk e shoh kaq të thjeshtë, edhe sikur të ketë vullnet për ta bërë në mënyrë të njëanshëm. Po pra atë them, por ka edhe një garanci që kanë gjithë shqiptarët në këtë mes, për të thënë ata që thuhet rëndom që mos u gëzoj i gëzuar dhe mos u idhëroj i idhëruar, është fakti që Shqipëria tashmë gjendet në fazën e diskutimit të kapitujve për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuadër, përshtatja e legjislacionit shqiptar është kusht, është detyrim. Dhe jo më larg se shumë elementë. Dhe jo më larg se dje, për shembull, përfaqësuesit e Këshillit të Evropës thanë që sa i përket para problemeve, Shqipëria është në gjendje alarmante krahasuar me standardet europiane. Thënë këtë, prandaj them që opozita, do të thënë mos u gëzoj gëzuar, e kam fjalën për Sali Berishën, i cili kujton se me këtë rast do ta kapi në flagrancë qeverinë sepse do të gabojë dhe do të përplaset me bashkim me institucionet e Bashkimit Evropian. Përkundrazi, negociatorët janë aty për të asistuar për dialoguar dhe nuk të lënë ata ta kalojnë të gabosh, domethënë. Dhe dojë të gabojë qeveria, nuk të lënë ata të gabosh. Dhe mos u idhëruar, kam fjalën për Ramën, që mos ta marri kaq seriozisht në kuptimin se po bëhet gjëma dhe po i prishet reforma në drejtësi, se përsëri ka gardian në këtë rast. Që nuk e lënë të gabojë. Shumë mirë që kemi gardian. Po zalosh një koment statistikor. Ky 43.3% që thot ka ndikuar presioni Sali Berishës ndaj gjykatës kushtetuese, përputhet me një shifër që para disa javësh që kemi bërë këtu po ke zëri shqiptarëve, kur pyesim me drejtësia e re ka qenë më ashpër me mazhorancën apo me opozitën. Dhe po të kthehemi aty, në fakt kjo shifër shohim që kemi një përputhje. Pra, që përveç pjesës që voton rregullisht për PD-n, kuptohet, pjesa tjetër kishim dy qëndrime aty. Dhe të dy qëndrimet tregonin pra që anonin nga ideja që kjo drejtësia e re po tregohet shumë e ashpër me mazhorancën se sa me opozitën. Dhe këto janë gjëra që se përdor gjithmonë këtë shprehje, nuk janë juristë ata njerëz, po shohin lajme, po komentojnë, po dëgjojnë, lexojnë çdo ditë në portale. Ajo për që thashë më herë, dhe krijojnë dhe ata një opinion. Një perceptimin e tyre. Sepse po të bëj fjalë vetëm për korrupsionin e opozitën dhe të shkuarën, natyrisht kishin justifikim sepse do thuhej që duhen materiale ka kaluar kohë tjetër. Po kemi dy raste flagrante të asaj kohe që janë vrasjet në bulevard 1 dhe Kërdeci 2, të cilat janë për shqiptarët janë të pakonceptueshme se si këto të mos dënohet dikush për këto krime që kanë ndodhur. E vërtet. Mirë, do shkojmë në presh shkurtë publicitare dhe rikthehemi sërish lidhur, kemi një pyetje tjetër sa i përket pikërisht asaj, a duhet të ndërhyjë qeveria dhe të ndryshojë reformën drejtësi, dhe sigurisht e pyetjen tonë të përjashme, cili është humori shqiptarëve, sa kanë ndikuar këto zhvillime, sidomos ajo që ndodhi të premten në gjykatën kushtetuese ose më saktë ajo që nuk ndodhi të premten në gjykatën kushtetuese tek humori politik i shqiptarëve. Rikthehemi pas një presh shkurtë. Rikthehemi, flasim për sondazhin e kësaj jave që bazohet sigurisht tek vendimi i gjykatës kushtetuese, siç e pat pak më herët, përgjigjet kanë qenë këto, 48.5% e quajnë të drejtë, ndërkohë mbi 51% e quajnë gabuar, bile me akuza. 16.4% mendojnë që është një atentat ndaj kushtetutës, 35.1% mendojnë që është bërë shantazh ndaj një antar gjykatës kushtetuese. 43.8%
po i lidh, po jo në mënyrë krejt rasore, ndikimi i depresionit Sali Berishës funksionon akoma, tregon ky vendim. Ky vendim 19.5% tonë që tregon dështimin e reformës. Ndërsa ndërkohë një pjesë më racionale, që gjykuam me të ftuarit tanë, thonë që 37.2% thonë që shumica bërë reformën, tani ka drejtën korrigjojë. Por tu gjithë problemi është që vendimi apo mos vendimi i një gjykatës kushtetuese për një çështje të tillë, siç ishte padia e kryeministrit ndaj Gjykos dhe Spagut, sigurisht ka një sfond të fortë politik. Reforma ndërsi pati një sfond të fortë politik dhe lidhej sigurisht me luftën ndaj krimit, po edhe ndaj korrupsionit. Dhe çfarë thotë zoti Berisha dhe mbështetësit e tij janë dakord me të, se Edi Rama pra po e përdor reformën në drejtësi dhe kërkon të mbrohet prej saj. Por realisht çfarë ndikimi ka patur kjo ngjarje tek humori politik i shqiptarëve? Kalojmë tek pyetja e parafundit. Sa ndikon reforma në drejtësi në votën tuaj? As pak, sepse kam qenë gjithmonë kundër saj, thonë 19.4%, shive që thonë 19.5% e quajnë në pyetjen e përparshme dështim reformën në drejtësi. Shumë thonë 2.1%, po janë vetëm 2.1%, shumë ndikon në ndryshimin e votës. Pra, le të themi, duke futur brenda në kontekstin e ngjarjes së ditës, premte ç'a ndodh, 2.1% thonë që po, kjo ka ndikuar në humorin tim politik. Ndërkohë, 78.5% thonë pak, sepse jam i zhgënjur për saj. Pra 78.5%, tu pastaj ta diskutojmë me ftuarit e mi, janë zhgënjur, pra duan korrigjimin e saj, duan që mos ketë ndikim të Sali Berishës. Po i nis me ty Zaloshin, që të na interpretosh shifrat pak më saktë, ndoshta ose të plotësosh atë gjithashtu. Ajo as pak sepse kam qenë gjithmonë kundër saj, e kam vënë me blut fort sepse Se është një njëjta gjë në pyetjen e mëparshme. Pra ç'a ndodhi të premten tonë 19.5% thanë që është dëshimi i reformës drejtësi. Sa ndikon reforma drejtësi në votën tuaj, as pak se kam qenë gjithmonë kundër saj, pra shifrat janë të njëjta. Janë ata që kanë votuar për PD-n, pra të gjithë, edhe kuptohet që ata s'kanë qenë ndonjëherë me reformën në drejtësi, sepse Berisha gjithmonë e ka kritikuar. Jo e ka kritikuar, po e ka telendisur. Se kritikuar është fjalë e butë, ai e ka telendisur, vemje njerëzore i quajti. Grup kriminal. Nuk ka thënë. Pra, kështu që ai grup, si thua, ne na del pak a shumë në lloj pyetje që bëjmë këtu, ne na del një regjiment që është ç'a thot Berisha, atë mendojnë atë që thonë atë që mendon Berisha. Ose mendojnë atë që thot Berisha, më fali. Ndërsa tek kjo pjesë e madhe kemi 78.5% që thonë nuk ndikon. Nuk ndikon sepse puna është se në mendimin e tyre, në psikikën e tyre elektorale, kjo pjesë elektorale, pra është faktorizuar kjo çështja e gjykatës kushtetuese sepse ka zgjatur 2 muaj dhe si thua paraprakisht siç duket ata, ai që është votu socialist, ai nuk e ndron mendjen se pavarësisht se çfarë do bënte gjykata. Ai që është PD-ist, kuptohet, nuk do ta ndrojë. Ai që është i partive opozitare, prap nuk do ta ndrojë. Ai që është i zhgënjur me të gjitha partitë, ai prap nuk e ndron. Ai pret godon të lindi në një parti e re. Pra, kështu që shumica dërmuese, se thua, e kanë faktorizuar. Po a tregon kjo që ka një opinion të konsoliduar për reformën, apo tregon, duke futur në kontekstin e ngjarjes ditës premte, që ajo ngjarje e ditës premte nuk i ka ndikuar njerëzve në opinionet? Unë mendoj që këta njerëz se thosh, po, ne pam, nëse mbani mend, atë ditë që ka vendosur gjykata kushtetuese 5-3 për të pranuar të shqyrtimin e kësaj çështje, ne pa me një ndikimin elektoral tek PS-ja që kapi pikën më të lartë. Të paktën sa kemi bërë ne sondazhet, me fjalë. Dhe ajo pati ndikim. Ndërsa këtu vetëm 2% që ata edhe statistikisht nuk kanë një vlerë se... Janë brenda margjit të gabimit. Gjithsesi ka një 2.1% që thot po, ka ndryshim në opinionet. Shumica dërmuese janë njerëz cilët e kanë faktorizuar në psikikën e tyre që kjo drejtësia do vazhdojë këtë avazën. E dim këtë lloj drejtësie, u rregjëm 30-50. Pa nuk ndikojnë opinionet. Por ne votën do ta japim ka ajo parti që duam. Në fakt Rama e tha këtë në atë monologun e tij ditës diel. Zaloshin. Lamin, fal.
Unë të thoya këtë gjë që reforma në drejtësi është një trofe e faktorit ndërkombëtar, pavarësisht se qeveria është përpjekur që ta shesi trofet saj, po në perceptimin e publikut është ideja që pa faktorin ndërkombëtar në Shqipëri reformë drejtësi nuk do kishte. Kjo ka qenë edhe pjesa që lidhe me shkallën e lartë të besimit që kishte ndaj kësaj reforme, pikërisht nga fakti që kishte si garant faktorin ndërkombëtar. Fakti që reforma ka futur disa të çara kohët e fundit, po fut ujë, si thonë, nuk lidhet dështimi me aktorët lokal këtu, sepse nuk u njihet si rol dhe vullnet për ta ngritur reformën drejtësi, por lidhet edhe më shumë me dështimin ndoshta faktorin ndërkombëtar i cili nuk po e çon reformën në drejtësi në stacionin në të cilin ajo ishte ngritur. Unë kështu e kuptoj këtë pjesë. Pra shoh që e veçojnë pjesën e besimit dhe bindjen politike nga besimi dhe bindja ndaj një reforme e cila nuk është e jona. Është një gjë eksportuar nga jashtë, e imponuar këtu brenda nesh. Dhe duhet të fakt që SPAK-u nga janari vitit të kaluar dhe deri më sot shikojmë një ridimensionim të gjuhës komunikimit të faktorit ndërkombëtar kur vjen puna tek reforma drejtësisë. Sigurisht kemi një ndryshim të fokus të Shtetit të Bashkuara me administratën Trump, e cila thot kartelet e drogës, krimi ndërkombëtar etj. Dhe shikojmë një gjuhë disi më të thatë të europianëve, të cilët thonë, okay, siç e tha, ndoshta edhe për shkak të faktit që jemi në një proces teknik, si e tha me drejt Beko, pra ideja ato nuk kanë pse të kenë më një opinion, për sa kohë ti ke detyra të shvis tavolinë dhe ai po të rinë mbi kokë me shkop në dorë. Pra le të themi, reagimi i tyre ka qenë disi më i thatë. Pra, ka qenë parë më reforma drejtësi, pjesë e rëndësishme e procesit të integrimit, dhe ndoshta me drejt, ndoshta ju keni drejt ku njerëzit thonë, okay, kjo reformë, pakta ndërkombëtarët nuk po jep rezultatet e duhura. Pra le të themi, kjo lidhet jo me faktorin shqiptar, që thatë me drejt, prandaj nuk ndryshon opinioni, këtë doni tonë apo politik, sepse mbëshgënjimi lidhet kryesisht me ndërkombëtarët. Unë do ta ndaja në dy fasha opinionin ose perceptimin, qëndrimi që vjen për shkak të perceptimit opinionit publik. Cilat janë këto dy fasha? Do të nisem nga fakti që çfarë presim ne nga reforma në drejtësi dhe çfarë presun si qytetar nga reforma në drejtësi. Ajo që pritim ne nga reforma në drejtësi ishte e fokusuar kryesisht e puna e SPAK-ut për goditjen e peshqve të mëdhenj. Ajo çka presun pastaj si qytetar është kam një çështje time në gjykatë. Më vajti 15 vjet atje, me reformën e re në drejtësi që ka 10 vjet, a mu zgjidh kjo çështje apo jo? Kur e tek personalia, gjithë pastaj prit se bën skeptik ndaj reformës në drejtësi se gjykatat nuk kanë ecur me të njëjtin ritëm që ndoshta ka ecur SPAK-u, duke u afruar ose duke goditur peshqit e mëdhenj, se nuk është pak një zëvendës kryeministri Aratis, kryetari i Bashkisë së Burgë e tjerë, ministra e kështu me radhë. Këto janë shumë. Kryetari i opozitës në gjykim dhe në hetim për çështje të tjera. Po, tjetri burg. Tjetri burg. Këto s'kan ndodhur më parë, prandaj këto bëjnë diferencë. Po kur vjen puna tek personalia, tek çfarë fitoj unë, këtu pastaj ngec shara në gozhd. Dhe fillojnë njerëzit bënd tek tillë dhe thotë, më falni se kjo reforma në drejtësi nuk qen ka aq sa që për. Dhe të bie shkurt, vetëm SPAK-u bën diferencë nga gjithë, le të themi, kuadri i drejtësisë së reale. Me gjykatat, me prokurorinë. Kesh mirë, edhe kur s'ke përqyer, po ka pa. Ndërkohë ke gjykatat, pastaj keni drejt. Ke gjykatat, bilanci është dëshpërues. Po kalojmë tek pyetja më e rëndësishme, dhe është momenti kur ulem në fund. Si do votonit nëse zgjedhjet mbahen sot? Siç e dini, pikë referencë kemi 11 maj. Dhe pika 2 të referencës është padyshim momenti kur ne kemi filluar sondazhin dhe më pas i kemi marrë javë pas jave. Si do të votonin nëse zgjedhjet mbahen sot? 47.2% thonë do të votonin Partinë Socialiste dhe aleatët e saj. 27.4% thonë do të votonin Partinë Demokratike dhe aleatët e saj. 21.2% një parti e re nëse e krijohet dhe 4.2% do të votonin partitë e vogla të ekzistuese, ato pra që u futën në parlament për herë të parë në 11 maj. Pra, krahasuar me një javë më parë, me sondazhin e datës 2 shkurt, shikojmë që Partia Socialiste gjendet në të gjitha kota midis 47 dhe 48%, Partia Demokratike tek 27% plus 27 plus 3, 0.3 plus 0.4%,
Via Jeshile e votuesve potencial, për që nuk e gjenë, duan të votojnë, për që nuk e gjenë vendër përfaqësor tek asnjë nga partitë, edhe ajo ka një rritje të lehtë prej gati 1.1 pikësh, dhe ndërkohë shikojmë që për partitë e vogla ajo mbetet pa aty ku ishte. Sa për një referencë, me që shifrat duhen krahasuar, shikojmë shumë në ndryshimin e votës ka ndikuar reforma ndërgjegjësisë të 2.1% të anketuarve dhe shikojmë që rritja më e madhe është reflektuar pikërisht tek themi votuesit e një partie tjetër që do donin që ajo të ekzistonte, por që s'ekziston akoma, pra nuk e gjen vetëm përfaqësuar dhe sigurisht që ka një uljen me 0 pas presidentorë, sigurisht e ka Partia Socialiste që ka humbur 0.7 pikë. Demokratët kanë fituar vetëm 0.1 pikë, 0.1% të pikëve, ndërkohë që ka një ulje prej 0.5% tek partitë. Por pra statikisht Zaloshja mund të lidhet opinioni politik i shqiptarëve nga java e kaluar dhe deri ditën e diel, politika për sondazhin statistikisht nuk ka ndryshuar. Në fakt, ndryshimi më i madh është nga 12 janari. Po ta shohim, ajo ka qenë pika më e ulët edhe për PS-n edhe për PD-n dhe ka qenë pika më e lartë e këtyre të zhgënjyre ku çereku i atyre që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit ishin të zhgënjur me partitë për cilat ata kishin votuar. Pastaj, nga një moment kemi pat rritjen edhe të PS-s, edhe të PD-s dhe paka shumë në javët e fundit kemi pasur një stabilitet statistikor të këtyre dy partive kryesore, ndërsa partitë e vogla të reja, me fjalë këto... Shikojmë që të partitë ekzistuese, pra po e lëma të vijën e Shiles, ajo është themi vi imagjinare, në sensin, po që tregon një përqindje të lartë të votuesve potencial që do donin të votonin, që votuan dhe tani nuk votojnë asnjë nga partitë. Asnjë nga partitë ekzistuese. Por ashtu shikojmë Beko që ka një stabilitet të humorave politike. Socialistët që ruajnë një avantazh 19-20 pikë nga demokratët. Sepse ka vazhduar një trajtshmëria politike, nuk ka pasur ngjarje, nuk ka pasur aksione, nuk ka pasur... Ngjarje ka pasur, kjo përplasjen që kanë kushtetuese është ngjarje politike përplasje. Ishte një ngjarje që ishte edhe më parë, nuk është se u krijuar ishtas këtë javë, kam fjalën. Do të thënë, s'ka ndryshuar gjë, pavarësisht kanë qenë ose le të themi kanë qenë të njëjtat ngjarje, kanë qenë të njëjtat me atë intensitetin e tyre që u ulu por aty, në atë trajektorin, në atë të mesme. Ndërkohë, këta të cilët janë tek Jeshilja, pra tek ata që presin diçka tjetër të re, unë vazhdoj të qëndroj idesë që nëse bëjmë votimet nesër, 21% nuk ka për të shkuar më shumë se 7-8%, sepse futet tek ajo që quhet vot util, vot e dobishme. Si do që të vinë në fund fare, edhe ata shkojnë e marrin një do të dirojnë zgjedhjen sërish midis ofertave që janë tavolinë. Të keqen më të vogël, sipas mendimit të tyre. Që keqja mund më vogël për disa mund të vazhdojë të jetë PS-ja, duke ruajtur status quo, se sa të vi një ngjashëm që është provuar dhe është larguar, domethënë më parë kam fjalën këtu konkretisht për Berishën, se nuk e dim. Po ajo është oferta, deri tani është oferta, nuk kemi ofertë tjetër. Dhe po kështu dhe nga opozita, do shkojnë të votojnë për Berishën, sepse s'japin dot Ramës, por sërin dhe do të në shtëpi, por do shkojnë aty të votojnë. Kështu që koha historia, jo vetëm në Shqipëri, kjo ndodh edhe në Perëndim. Jo, mirë. Nuk kam, shiko, jo në Perëndim. Prandaj ka dalë shpreha vot util, vot e dobishme. Po unë do shkoja tek 2 vendet e rajonit, po e lë jashtë Serbinë, e cila ka probleme të rënda demokratike, do thoja unë. Po e lë jashtë edhe Kosovën, pasi Kosova e kaloi atë precedenten, tash i vazhdon një farë stabiliteti politik, pra erdhi vetëvendosja një parti e re etj, e cila bëri gavetën dhe sot erdhi si parti e re dhe sot është në pushtet, bile në pushtet super të konsoliduar, po e lëm diskutimin e Kosovës, po shkoj tek Malizi dhe tek Maqedonia e Veriut, ku ka ndodhur edhe rokadat forta brenda partive dhe kur janë bërë rokadat, këto parti pastaj edhe kanë ardhur në pushtet. Pra, flas për Miskovskin, i cili e mori partinë thuajse të shkatruar, kryeministri në ndjekje ndërkombëtare etj dhe e sollin pushtet. Pa ajo pastaj te Malizi ku janë krijuar shpesh herë parti të reja, të vogla etj, të cilat
kanë marrë pushtetin, kanë zgjedhur kryeministrin, Apasovici është një shembull, por ka dhe tjerë që ti shikon që aty ka ndryshime, pra njerëzit i besojnë alternativave të reja. Ndërkohë që ajo që ndodh tu tek ne është që megjithëse zhgënjimi është i madh nga një forcë qeverisë se 13 deri në 14 vjet pushtet dhe njerëzit kanë alternativa, nuk është se s'kanë alternativa, në numra janë, pra janë partitë e reja. Është Zoti Sheja, që është fraksion i të djathtas, është Lapaj, ideja domethënë është trishtuese që domethënë në numra janë ofertat. Numra janë, po ata nuk janë bindës, nuk janë oferta serioze për qytetarët. Ja tek rasti më i mirë është kjo qendresa që duhet vlerësuar në fakt për sakrificën që bën e Lapajt para kryeministrisë, se vajti 50 ca ditë, por që nuk po gjën dot mbështetës, nuk i shkojnë as ata të cilët i dhanë votën. Pse? Sepse kanë diçka që kauza e gabuar, për shumë se këtë diskutime nuk e bëjmë asnjëherë. Ne hezitojmë ta bëjmë këtë. Nuk e di nëse është kauza e gabuar. Kauza e gabuar të opozitës. Ka humbur vetë besimi për shkak të konfliktit që u krijuan dhe menjëherë krijuan një zhgënjim se pritshmëritë janë të larta për ta. Mund të jetë dhe kjo, nuk e di. Por ajo që se nuk shikojnë në gjë tek Sheja të lëvizit diçka. Po pra, ajo që duhet të them është kjo tek ata të pavendosur ose tek ata që presin diçka të re, përgjithsisht ata që nuk shojnë të votojnë, na i ka treguar historicizmi shqiptar, janë kryesisht votues të djathtë. Në fakt, deri tani kështu ka ndodhur, sepse e kemi parë, ne dohon trajektorë, po zvotojmë PS-n, por nuk votojnë as futemi që në 92-shit duket sikur zbresim nga Malidajtit në fush, në det. Kota e Lundrës, po. Por mos shkojmë deri aq larg, po të shohim nga 2013 kur iku nga pushteti. Po doja vazhdimisht ka rënje. Pati u duk sikur pati një shënjete në 2021-shin. Po ja 200 votat që morën partitë e vogla këtë radhë, kjo fashë elektorale është. Paka shumë kjo. Kjo fashë elektorale. Dhe përveç kësaj pati dhe 250.000 tjerë që nuk shkuan të mirë pjesë. Përveç se një pjesë e atyre që votuan për PD-n dhe për këto partitë të tjera që kishin koalicion, votuan disa për këto partitë e vogla, pati dhe 250.000 tjerë që nuk morën pjesë fare. Do më thonë, edhe është me të vërtet vjen keq për këtë, po të shofësh këto partitë e vogla, po të krahasojmë me 11 majin, kanë humbur 7/10 e votës. Se teston njerë. Kanë humbur gati 3 çerekën e bazës votuese. Se nuk është teston njerë. Një pyetje vetëm. Se nuk e teston këtë fashë, le të themi, elektorale që e kemi testuar, e kemi bërë në sondazhin. Nuk merr pjesë në te kjo po. Çfarë prirje kanë përgjithsisht. E bëm ose dëgjoj, ne bëm një gjë. Sepse 200 mishi themi që është i djathtë vajtë të partitë e vogla e tjera. Ti nuk e bëjmë. Diskutuam orientimin politik. Kjo që nuk shkon. Ne bëm orientimin politik të njerëzve duke i pyetur cilin nga 6 udhëheqësit kryesorë. Mira, ajo është për udhëheqësit. Udhëheqësi pa aty kishin ngjyrim politik sepse çfarë ndodhte? Që ata që kishin opinion pozitiv për Zogun ose për PD. Jo detyrimisht janë vota për PD-n. Jo, po puna është se ata me definicion, një komunist nuk mund doj Zogun, do dojë Enver Hoxhën ose Fatosnano. Pra, ai ishte 40% e popullsisë. Vetëm 40% e popullsisë anonte djathtas ta quajmë të thonjza, nëse do i quajmë të djathtë elektorat historik. Po, pra, në momentin që ai i anketuari zgjedh një nga këta të 6, ai vetë pozicionohet tregon një prirje historike të elektoratit shqiptar. Lami se duhet ta mbyllim. Nëse ne do bëjmë anatominë rim tek kjo. Duhet t'ju bëj një pyetje. Fakti që publiku në sondazhet tona spaku tregon një stabilitet sa i përket ngjarjeve në raport me drejtësinë. Çfarë tregon kjo? Paletimi, normalisht, kur ka ngjarje tilla të forta, ka një reagim. Ka një reagim të paktën në opinion. Pra njerëzit, për shembull, pyetja e parë, nëse i kthehemi pyetjes parë, te pyetja e parë ka një reagim të fortë. Vota është shumë temi opinioni shumë i ndarë. Djathtas majtas. Jo, shumë i ndarë. Nuk ka rëndësi, por ka një opinion ndarë. Në kohë, kur shikojmë më pas, shikojmë që njerëzit nuk reagojnë, nuk kanë një reagim. Kjo ndodh për shkak të faktit që po jetojmë në një Shqipëri normale ku drejtësia bën punën e vet dhe politika bën punën e vet, apo se reforma në drejtësi nëse do ishim në kushtet ku nuk po e kalon klasën.
ne do të uronim që të ishim në kushtet ku drejtësia bën punën e saj dhe politika bën punën e saj dhe njerëzit gjykojnë mbi atë çfarë bën drejtësia pa e përzier me politikën, por ne jemi kushtet ku drejtësia përzihet me politikën. Kjo tregon dhe atmosferën e politizuar në cilën ne jemi. Dhe ndajnë kampet dhe gjykojnë pastaj mbi vendimarrje që lidhen me institucionet e drejtësisë edhe mbi prapabije caktuara politike. Por kur vjen momenti krucial i disa vendimeve që drejtësia duhet të jepte modelin që qytetarët i gjykonte për atë çfarë i takon drejtësisë, qytetarët kanë parë që drejtësia nuk e ka arritur dot ta fitojë këtë betejë ende akoma. Dhe kjo ndoshta është edhe pjesa që duhet të shihet tek vetë puna e institucioneve drejtësisë, pra nuk ka arritur ende ta ftojë qytetarin të gjykojë për punën e tij e dislarguar nga shihet apo besime që kanë ato për partitë politike. Përkundrazi, shpeshherë dhe drejtësia është bërë pjesë e përzierjeve politike dhe kjo nuk është një gjë që duhet na vje mirë mbi mënyrën si po funksionon drejtësia. Nëse do ishte kjo shqiptarët për të opinioneve tona. Faleminderit Lami. Do bëja vetëm një shtesë, një fjali? Po të bëhesh i fundit patjetër. Jo, nuk mendova se ishte fundi, po e kisha menduar. Në orari. Jo, drejtësia është era e parë që në Shqipëri, domethënë këto le të themi 7-8 vitet e fundit që diskutohet kaq shumë pushteti i drejtësisë në pothuajse është në qendrën e vëmendjes. Njësoj si gati pushtetet e tjera. Ne si shqiptarë ishim mësuar të diskutonin vetëm pushtetet e tjera, ekzekutivi, legislativi. Kaq. Vinim edhe tek mediat, por si pushteti 4 që thoshin, por kaq këtu ngeleshin. Drejtësinë do të thënë dihet ja që kishte pushtetin. E kishim lënë aty që kishte pushtetin. Ishte mirëqenie. Kush ka pushtetin ka drejtësi. Kurse kjo është gjë e mirë për demokracinë dhe ky është indikator që vlerësohet në raportet ndërkombëtare. Fakti që edhe kur diskutohet dhe është një nga pushtetet qendrore, ka hyrë si pushtet. Nuk e kishim si pushtet. Tani u mësuan dhe shqiptarët që drejtësia na ka hyrë si pushtet. Pra nuk kemi vetëm 2 pushtete e gjysmë, po kemi 3 pushtete e gjysmë nëse do të quajmë gjysmë atë gjë. Por siç e tha Lami me drejt, ky pushteti duhet të tregojë që është pushtet në vete dhe mos përzihet me tjerët e shqiptarët e kanë qartë. Nuk e bën veten e tij, pra nuk e bën nëse ekzekutivi e korrigjon ose ka mekanizma të tjerë të brendshëm të cilët e nxjerrin pasër ose pis, po përgjegjësinë e ka tek vetja, drejtësia nuk e ka këtë le të themi këtë aftësi rigjeneruese të vetvetes, sepse është legislativi ai që e krijon përgjithsisht drejtësinë në korrigjimin e drejtësisë. 37.6% e shqiptarëve të pyetur këtë javë mendojnë që tashmë ka ardhur koha që mazhoranca të marrë përgjegjësitë e veta dhe të bëjë korrigjimet pas 10 viteve të reformës në drejtësi. Faleminderit Lami, faleminderit Beko, faleminderit Zaloshnja. Ky ishte edhe sondazhi për sot. Qëndroni tani me ora fundit me Emilian Islamin, bashkëmi nesër në ora 8 në Real Story. Deri atëherë nga Sogul Balla, natën.